Ka një rritje të kërkesës për apartamente kryesisht në zonat periferike. Sipas agjentit mobilar për shitblerjet e shtëpive Shpëtim Basha, kryesisht janë moshat e reja ata që duan të blejnë një apartament apo shtëpi. Ndryshe nga vite më parë, Basha thekson faktin se të interesuarit nuk bëjnë pagesën me para kesh, por u drejtohen bankave për kredi. Më të kërkuar janë apartamentet me sipërfaqe të vogla. Kërkesat janë në rritje për apartamentet të vogla, kryesisht të vjetra, sipërfaqe të vogla dhe me çmime të arsyeshme. Kryesisht kërkesa është në zonën e periferike, në pallatet e reja ambientet e vogla, në qendër kryesisht të vogla dhe ka një trend kërkesash me blerje me kredi nëpërmjet bankave. Tjetra pastaj është kërkesa që vjen për qera, kryesisht apartamente sërish të vogla dhe të mobilura në zonën e qendrës. Kjo vjen si rezultati pa mundësisë për blerje, duke pa dhe situatën se jemi në një moment krize që realisht reflekton ke ky sektor. Një nga problematikat që ka frenuar shitjen e apartamenteve është edhe tatimi prej 15% që qeveria u ka vendosur pronarëve që disponojnë pronat, ndërsa për apartamentet e vogla ka kërkesë si për blerje ashtu edhe për qera. E kundërta ndodh për apartamentet e mëdha, një pjesë e mirë të cilave kanë ngelur stok. Ka një 15% tatim fitimi i cili është i lartë dhe i papërballueshëm nga ana e shitësve. Kjo ka vënë një frenim të këtyre gjanave për shitje. Pasi, siç e thash, janë kosto të larta që rëndojnë direkt mbi shitësin. Ka shumë apartamente stok në kryesisht pallatet e reja dhe sipërfaqe të mëdha, të cilat janë të papërballueshme nga blerësi. Zonat më të kërkuara për qera janë ato të qendrës, të cilat janë komod për shërbimet që u ofrojnë qeramarrësit.